prokurorët, dhe gjykatësit e tij, të kontrolluar prej tij, nuk e lejuan Belerin, siç ishte lejuar çdo tjetër i votuar më përpara, nuk e lejuan që të vinte të bënte betimin, dhe shkaku ishte vetëm një, se Beleri nuk pranoi të kandidonte për partinë e tij. Se Beleri tha që unë jam i djathtë dhe unë kam parimet e mia, dhe ato parime nuk putheshin kur me parimet e tij që don t'u vjedh tokat ju, t'u plaçkis tokat ju, t'u xhbi ju nga shtëpitë tuaja. Ndaj dhe unë e nisa fjalën time se më i keqi gjithë të këqive si është armiku i brendshëm që të merr lirin, që përdor drejtësinë për dhunë politike, që dhunon të drejtat më elementare, më themelore të njeriut, pronën, votën. Çfarë mbetet më një njeriu të lirë? Partia Demokratike dhe aleanca e saj janë një aleancë konservatore, e cila kanë themel të saj vlerat tradicionale të njeriut, diteti njerëzor, lirit e tij, pronën, besimin tek Zoti, adhetarin.